Allahu e krahason sadakat që japim na në rrugën e tij me një kokër grunit. Sado që tjetë sadakaja që japim na, Allahu xhaleshanu e krahason me kokër grunit. Dhe ajo që jepni ju është i kokër grunit. Kur e jepni ju në rrugë të Allahut sadakar, atë kokër në grunit është sikur me mjall, edhe prej asaj del një bim me 7 kalli, pra një bima e grunit me 7 kalli, dhe për çdo kalli ka 100 kokra, pra 700 fish. Sadakaja, mirësia që bëhen në rrugën e Allahut, prej këtu mund të kuptojmë se shpërblehet me 700 fish. Sadakaja, ama edhe mirësitë e tjera. Mund thoni, po mirësitë e tjera ku e din, ku ke argument se janë deri 700 fish, se këto përmend sadakaja. Po, ka një hadith të pejgamberit alayhis salam, që thotë, të gjitha veprat e birit të Adamit, pra të gjitha veprat e njerëzve, shpërblehen duke filluar nga 10 fish deri në 700 fish.